le ta quaj, trupin e tyre si formë përfitimi material. Kështu që ka sigurisht më shumë vajza, më shumë gjini semërore që e bëjnë këtë, por ka dhe meshkuj që e bëjnë. Jam pyetur dhe për këtë një intervistë dhe kam thënë që patjetër që njeriu duhet atë që fiton, duhet ta fitojë me punën e tij dhe ne patjetër që lobojmë për një punë e cila është brenda rregullave, normave dhe moralit të një shoqërie, por gjithsesi nuk dua të paragjykoj askënd, sepse mendoj që kush bën veprime të tilla, të gjithë pasojat i ka tek vetja vet, nisur nga një jetë që mendoj do të jetë një jetë pastaj jo e denj para shoqërisë, një jetë kemi dëgjuar raste që përfundojnë edhe në depresion persona të tillë. Kështu që janë ata që më spaku dalin të fituar, le ta quaj, nga ky aktivitet. Unë urrej më shumë kur na vjedhin korrupsioni i shtetit, kur na marrin ato para tona, ata që ndikojnë tek unë, domethënë, sepse një person që shet trupin, pavarësisht se është një vepër, le ta quaj, është vepër penale, është krim edhe është jo e moralshme, prap dëmin ja jep vetes së tij apo vetes së saj, kushdo që e bën, ndërsa kur të vjet pastaj shteti apo personat që punojnë edhe marrin, paguajnë nga taksat tona dhe ndikojnë ato tenderat që merren e jepen, për mua këta janë, se s'dua ti shaj tash në terma që nuk lejohen në televizion, por për mua këta janë dëm i vërtet edhe këta i gjykoj dhe i paragjykoj. A është shqetësuese për shembull fenomeni që shpeshherë kam dëgjuar pa dashme paragjyku korona, është shqetësuese për shembull që thonë veçanërisht për femrat tona, që më vjen keq, thonë për shembull jo kështu e skurt, jo ka Dubai, shkojnë Dubai, ke dëgjuar për kësi fenomene për ty si avokate, a është shqetësuese? Këto ndodhin edhe brenda, pa që nevoja të shkosh në Dubai, domethënë këto ndodhin ke persona që ne as nuk e dim që mund ta bëjnë atë si veprimtari. Mendoj që është ka hyrë aq thellë në shoqëri si fenomen, pa dashur të shkohet fare as në Dubai as kund, pa dashur të bëhesh eskort, sepse eskorta është pjesë e një, le ta quaj, e një rrjeti të mirëfillt ku dihet për çfarë po shkohet dhe dihet çfarë merret. Këtë e bëjnë edhe persona që nuk do duhej kurrësi, domethënë. Gjithsesi, unë jam me mendimin që për sa kohë jemi deri në këtë fazë kur ka kaq shumë, le ta quaj, persona që e bëjnë këtë vepër penale, kam qenë për legalizimin e prostitucionit. Kështu jam shprehur edhe në dalje të tjera, sepse për sa kohë personat e kanë këtë, le ta quaj, e kanë këtë qëllim për ta bërë, e kanë këtë kërkesë ata që e kërkojnë dhe e kanë këtë dëshirë ata që ofrojnë, mendoj që po t'ishte brenda rregullave të një shteti, brenda kontrollit shëndetësor mbi gjitha, do t'ishte edhe ndoshta do t'ishte jo kaq shumë kërkesë e lartë. Sepse në vendet europiane ku është i legalizuar, ku është i ligjshëm si aktivitet, ka më pas edhe përdhunime të miturëve, ka dhe më pak vajza në moshë shumë të re që e kryejnë. Atje ku është i legalizuar? Atje ku është i legalizuar, sepse dihet janë vendet përkatëse, të kontrolluara nga shteti, licencuara që ofrojnë si shërbim. Dhe ata që kanë kërkesën drejtohen drejt tyre vendeve. Ndërkohë që në vendet si Shqipëria, Kosova apo vende tjera ku nuk është legale, fatkeqësisht më pas kërkohet edhe tek vajzat e mitura, kërkohet edhe ndoshta tek vajzat që kanë arritur moshën 18 vjeç, por një 18 vjeçare akoma nuk e di se çfarë do bëjë me të ardhmen e saj dhe përfundojnë në duar të gabuara. Shkort e shqip pa ofendime, tak porë, tak mollën. Thojnë të na. Këtë e the ti. Po për shembull për juve si avokate, nëse një politikan i korruptuar edhe që e kështë diti sigur që e ka korruptu vendin edhe e ka vjedh popullin e saj, a e kështë morë si klient për me mbrojti? Shiko, janë disa çështje që unë le ta quaj kam bërë pakt me veten që nuk do të marr kurrë pjesë si mbrojtëse e tyre. Edhe është pjesa e pedofilisë edhe e përdhunimit. Këto janë dy rastet që unë refuzoj kategorikisht, domethënë si do të jetë pagesa edhe kushtet edhe të gjitha, mendoj që këto nuk i arsyeton asgjë. E politikan? Ndërkohë kam marrë pjesë edhe në gjyqe e vrasje, domethënë që kam marrë jetën dikujt, kështu që do të kisha marrë pjesë, kuptohet, pa bërë ato, le ta quaj, manipulimet e provave, sepse fundja fare ti je avokati i dikujt, nuk është vetëm domethënë mbrojtja mund të jetë edhe thjesht për të interpretuar ligjin. Nuk është se avokati do të nxjerrë të pafajshëm apo për vepra që duken konkrete që ti ke bërë
do t'i azjesoj ato prova. Avokati mund t'jetë thjesht edhe për të interpretuar ligjin, për të bërë letra, shërbimet gjyqësore, që ka shumë gjyqe që nuk mund t'i bësh pa pranimin e avokatit, kështu që ti aty nuk e atë faktorin konkret, domethënë rëndësinë e madhe që të ndikosh në prova apo në. Po për shembull për juve si avokate është shqetësuese kjo ndarja e çifteve që po ndodh shumë, edhe pse vjen ky fenomen? Po ndodh shumë tash, për shembull një javë ditë pas një javë ndahen. Besim fëmia jetim. Pas një jave nuk besoj që divorcohen.